Përshëndetje për zemërta të gjithë dëgjuesve tanë. Ju flasim nga Radio Sibilat e Veriut, me mua në studio bashkautore e emisionit tonë është zonja Prenda Sejdia. Një përshëndetje të veçantë për ju, miq tanë të dashur që na ndëgjoni gjithmonë me dashuri e përkushtim. Sonte kemi kënaqësinë të jemi pjesë e një mbrëmje të veçantë në promovim libri që mban vlera të thella shpirtërore e kombëtare. Fjala është për veprën Përtëritja një familje nga autor Zoti John Gjoni, një monografi sa familjare, po aq edhe shembull i përvojës që përcjell kulturë, traditë, virtyte dhe mesazhe të vyera të shoqërisë tonë, mbi mënyrën se si funksionon trungu i një familjeje të shëndosh shqiptare. Mirëmbrëma zonja Prenda dhe një përshëndetje të veçantë për të ftuarin tonë të nderuar Zotin John Gjoni. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në podcastin tonë. Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Sibilave të Veriut. Faleminderit që jeni sonte me ne për të mirëpritur një tjetër shkrimtar, një tjetër familjar, një tjetër intelektual që i dha lezhës kaq shumë nga vetja e tij. E kemi të pranishëm sonte edhe me shumë kënaqësi, siç e tha dhe Zoti Gzem, do të presim nga ai për të folur pikës pari për veten e tij. Pra, kush është John Gjoni? Nga vjen ai? Vendet e ndryshme të punës ku ka punuar më parë. Për të na thënë jo vetëm këto, sepse është vetëm piknisja, e ftojmë në studio Zotin John Gjoni. Zoti John, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma dhe mirë. Mirëmbrëma, Zoti John. Mirë se keni ardhur në emisionin tonë dhe shpresojmë të shpalosim shumë nga libri sonte. Përshëndetje institucionit tuaj, media tuaj. Përshëndetje ju drejtuesve të këtij misioni që keni marrë. Dhe faleminderit shumë për hapësirën që jepni për të komunikuar me ju rreth asaj që ju e Faleminderit që jemi ne. Faleminderit edhe një herë. Sonte do të përpiqemi të shpalosim disa faqe të këtij libri dhe të ndalemi në rrjedhën e rritjes dhe zhvillimit të kësaj familje që përfaqëson një histori të gjallë shpirtërore të shpirtit shqiptar. Siç e dini, dëgjues të nderuar, emisionet tona kanë një qendër artin, kulturën dhe promovimin e vlerave njerëzore, por mbi të gjitha familjen si themelin e çdo gjëje më të mirë në shoqëri. Neve fillimisht do të kemi vendosur që të lexojmë diçka mbi filozofinë e qëndrueshmërisë dhe familjen si themel e qenies shqiptare për të futur gradualisht në libër që her pas here sigurisht që zonja Prenda do të na prezantojë edhe në fotografi librin, sepse ne nuk kemi patur fatin të jemi atje, por ajo sigurisht se do të her mbas here do të na jep imazhe nga libri, ndërsa unë do të përpiqem që edhe përmes të Facebookeve të Zotit John Gjoni dhe Zotit Petrit Gjoni të shpalos edhe pjesë nga promovimi si dhe nga libri. Pra, filozofia... Kam kënaqësinë ta paraqes këtë libër, Zoti Gzem. Po. Pasi kënaqësia veçantë ka qenë në ditën e promovimit, atëherë pikërisht kur edhe na është dhuruar. Çfarë është dëgjuar atë ditë për rrallë njëri është dëgjuar në atë bibliotekë dhe vërtet është mbretërense. Për të rritja e një familje, shkruar nga Mark Gjonzepi dhe John Gjoni, pra bashkautor në këtë monografi
shumë të veçantë. Duket një libër voluminoz me shumë faqe që sigurisht ka shumë të përmbledhur brenda atij libri dhe sigurisht që ka shumë material që do të shpalosit shpirtin. Malsori lidhur me trullin e vet si rënja me dheun kupton se për të qëndruar duhet të sakrifikoj dhe kjo sakrificë në thelb është dashuria e tij për jetën, për nderin dhe të ardhmen. Ai ndërtoi jetën, jo mbi begatin, por mbi dinjitetin. Dhe ky është kulmi i urtisë njerëzore. Historia e një familje si ajo e Lesh Kocës nuk është vetëm një dritare e vogël në një galeri të madhe qendrese. Në çdo brez që luftoi urin, vetmin, humbjen dhe sërish u ngrit të gjejnë kuptimin më të thellë të ekzistencës, njeriu ku jeton për të pasuruar, për të mbajtur gjallë kujtimin dhe nderin e vet. Familja bëhet këtu një barqe e programi mos na nxjerr. Unë të kalojmë këngën dhe pjesën fundore. Po, sigurisht atëherë. E shohim pra ndalim të dhe po kalojmë tek pjesa e jonë. Pra. Okej. Zone Prenda, pra radha është e juaja që të fillojmë me palosjen e librit, pra fillimisht sigurisht e keni ndonjë pyetje ju, që me që jeni shumë më afër keni qenë në rrjedha. Zoti Gjën, duke të falënderuar sërish që sonte nga koha juaj e çmuar na keni dhuruar kënaqësinë për të qenë së bashku. Unë dua që të drejtohem me një pyetje fare të thjeshtë. Kush është Gjën Gjoni për opinionin publik? Unë e di shumë mirë se Lezha, Kashnjeti, Merdita ju njeh me të pore, me të mram, sepse keni dhënë kaq shumë për Lezhën, për Kashnjetin, për Merditën e më gjerë, por mendoj që në podcastin tonë ka njerëz edhe nga vise të tjera që duan t'ju njohin më gjërësisht. Fjala për ju. Faleminderit Brenda Faleminderit ju. dhe mirë për ju. Faleminderit. Për shëndetim edhe për artujit. Unë jam kam lindur me 26 mars të vitit 1959. Familjen time e kam kalu në fshatës, në ato hale, problemet të jetës, në ato vite para kolektivit tim, i ka të kuti jetë lindja im. Jam shkolluar në shkollën 8 vjeçare të Kalivaqit, kam marrë arsimin bazë, dhe në vitin 1974 jam larguar nga Kalivaqi për të vazhduar shkollën pedagogjike 17 anëtar. Edhe të drejtën për shkuar në këtë shkollë, realisht e kam fituar me konkurs, pasi ishte hera e parë në shkolla pedagogjike e Tiranës. Në vitin 1974 pranimet e nxënësve të ri i ka marrë vetëm me konkurs. Dhe ishim në fakt, jo vetëm unë, por gjithë pres grup moshatarësh të mi, që ishim dhe nga Kashnjeti, nga fshatët e tjerë që tuam të drejtën e studimit të shkollë. Në vitin 1978 kam mbaruar arsimin e mesëm dhe jam emëruar në kurs në ciklin fillor në shkollën 8 vjeçare të Kalivaqit, por në një aneks në shkollë fillore, ku fillova për herë të parë punën duke dhënë qenë në klasën e 2 dhe 4. Atje filloi promovimi im i parë në rolin në profesionin që kisha fituar. Dhe nuk mund të harroj asnjë të ai ishte profesori i letërsimit. Mojtin ishte çam. Dhe në vitin e 4 mesme në kënaqë atësira komunikimi e tekin se jemi dikush. Dhe në Rak, në tonën e Shkodrës,
dhe me kthimin nga ushtria në vitin 1984, jam rikthyer në pozicionin e mësimit dhe jam regjistruar për studimet e larta në Institutin e Lartë Pedagogjik Luiz Markus në degën biokimi, të cilën e mbarova brenda afateve kohore që ishte përcaktuar në program asaj shkolle dhe vazhdova punën si mësues i biologjisë kimisë nga viti 86. Në vitin 1991 kam kaluar në pozicione drejtuese si zëvendës drejtor në shkollën e mesme të bashkuar në Prej dhe në vitin 1994 për 7 vjet kam punuar drejtor i shkollës pjesare në Kashnjet të Lezhës. Deri në vitin 2001. Në vitin 2001 jam shkëputur nga arsimit pasi kam marrë të gjitha kualifikimet me që prenda dhe zoti Gzimetini, se 20 vjeçari ishte niveli më i lartë i kualifikimit. Dhe u shkputa pasi më ftoi një shok për të punuar në pushtetin lokal. Dhe për 15 vite kam punuar si shef në komunën e Ungrej, sot njësia administrative e Ungrej, deri në vitin 2015. Deri në fund vitit 2000. Në vitin 2016, në institucionin e prefektit Qarkut Letët, në një pozicion specialist për çështje të ndryshme në sektorin e monitorimit kompetensave vendore dhe sektorore, ku pata që përgjithësisht në një institucion të këtij niveli ka rëndësi e prefektit. Deri në 17 janar të vitit 2025 u shkputa dhe dola si statusin e pensionistit. Unë jam i martuar, kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë, kam një bashkëshorte shok, shumë rëshënit. Vajza madhe ka mbaruar gjuhë angleze në Universitetin e Tiranës dhe ndodhet në anglisht filin e saj. Djali është emigrant, herë në Shqipëri, herë në Angli, dhe kam një vajzë të vogël, jo vogël, po është 25 vjeçare dhe punon në institucionet e shtetit shqiptar në Tiranë, në Agjencinë Shtetërore të Katastrit. Kam dhe dy jam bërë dhe gjysh nga vajza e madhe, pasi ka një vajzë, një djalë, të cilët jetojnë në Angli, të cilët me këtë rast edhe i përshëndes me shumë zemër, me shumë kënaqësi. Edhe ne i bashkohem përshëndetjes tënde e Gjon Gjoni deri në vitin 2025 që flet. Ky është asi. Nuk pas faj e gëzimi pak më herët që tha që sa po e the që unë tashme jam në pension, por që të tha pak më herët që jesh shumë i ri për pension, kështu që duhet gjesh punë tjetër për ta kompensuar këtë. Ka një trend të kohë që nuk i kërkon kush më shkollë, duhet më shumë pa shkollë. Mirë, zoti Gjani. Megjithatë, unë jam brenda statusit tim dhe nuk më ka kush asnjë borxh më tepër për këtë pjesë. Sigurisht ne urojmë shëndetin dhe rrugë. Shumë faleminderit. Shpesh në biseda, zoti Gjan, u kam dëgjuar ju, familjarët tuaj, të flisni për prejardhjen tuaj shumë të hershme. A mund të na thuash në vija të shkurtra, diçka për prejardhjen tuaj? Deri ju keni ardhur tek fisi libri. Po. Faleminderit. Ne si familje i përkasim fisit Kocaj, të vendosur në Tiranë, të barë të njësisën sot bashkia Lezhës, po rrethit Lezhës. Ky fis e ka origjinën e tij nga rrethinat e Kosovës. Dhe në përgjithësi Kashnjeti, që do të bëj një shpjegim pak
veçantë për këtë kashniftin. Sigurisht kohë kemi sa të duam dhe urdhëroni. Nga Gashi, Nga Gashi I Gjakovës. Ne si fis vim nga rrethinat e Gjakovës. Dhe lëvizja ka ardhur për shkak të presionit të kohës, të për pushtim territoresh, për zënie hapësirash, nuk kuptohet kjo punë, por duke pa logjikën e lëvizjes së njerëzve tanë, të paraardhësve tanë, kanë lëviz nga lart poshtë. Dhe më duket sikur ka shku për shtat ajo shprehja afër detit afër pretit, që thotë. keni dashur me ikë për jo? Sepse tani kemi ardhur deri afër detit. Pa normal, kuptohet. Desha të them që kanë ardhur I përkasim këtyre këtë lëvizje janë krijuar rreth në fundin e shekullit 15 dhe fillimin e shekullit 16 janë të dyndje. Dhe fisi Kocaj nuk ka direkt në Kashtjet. Është ndaluar dhe ka pushuar në Gojan. Ca kohë. Megjithëse ne nuk kemi asnjë gjë që mund ta themi dhe ta kemi të dokumentuar për vendosjet në kohën e qendrit atje, por nëse I referohemi të dhënave që kemi ne, që I kemi hulumtu dhe I kemi pa dhe vetë, akoma dhe sot në Gojan ka toponime që për shembull thuhet pylli I Kocajve, Arë Kocajve, Proska e Kocajve. Pra, ka të dhëna që ky fis është ndaluar, ka pushuar atje dhe rreth 350-400 vite ka zbrit në Kashtjet në Barakun e tij. Kashnjeti, që sot administrohet me njësinë administrative hungare quhet, me Bashkinë e Lezhës, ka 9 fshatra. Por Kashnjet janë 4 fshatra. Kalivaçi është vendlinja ime, Gjo Bardhaj është fshati ngjitur në ne, Vrethi është një fshat tjetër I Kashtjetit që administrohet me rrethin e Pukës, me Bashkinë e Pukës, dhe ai që quhet Kashtjet e ka emrin, është një fshat I vogël që ka emrin Katuni I Epër realisht. I thon Katuni I Epër, këto 4 fshatra që zura emrin quhen Kashtjet. Të gjithë bashku përbëjnë Kashtjet. Ndërsa pjesa tjetër e fshatrave të zonës të komunitet njësisë administrative hungare përbëjnë atë pjesën që quhet tërthore, ku futet këtë grupi I 5 fshatrave të tjera. Sepse janë tangent në Kashtjetin të gjitha këto fshatra që e kuptoj. Tërthore. Faleminderit për këtë Vendosjen në Barakun e Tibrit, sipas traditave të kohës atëherë, normalisht që edhe në këtë zonë në Kashtjet, ato kanë hyrë me lejen e të parëve të vendit të kohës, të cilin u kanë shpjeguar ato usullet e rregullat e kanonit që ka pritja dhe mënyra qëndrimit. Ti Udara Shamar Beograd. Në sipërfaqe të ndryshme, tokë, qoftë arë, qoftë tokë të egët, qoftë pritje. Dhe aty kanë bashkëtuar, kanë ndërtuar paraardhësit e tij, të cilët janë ndarë një pjesë e vendosur në fshatin e Kalivaçit, qëndrohet në lagjen Urkacit e ne, po në tradicionalin në atë dialektin kashtjetor i themi Gjurgjac. Ky është një kur I kuq që kur ne ishim fëmijë, I kishim si përshpime, e vëmë këto të grusht edhe për pas të tokë në kështu cicash. Prandaj I thonë Gjurgjac, është Urkac. Një pjesë e familjeve të fisit tonë janë të vendosur në fshatin Kuto Bardhaj, është kufi arme ne, ku kemi hyrje dalje, kemi marrë të tasët në tonë dhe të sotë. Jemi duke përcjellur edhe imazhe, jemi duke përcjellur edhe imazhe nga promovimi I Thank you.
përcjella gojë deri tek ju për mrikën e ndue Markëgjonit. Normalisht, mrika, po e citoj mrikën, sepse aty kryefamiljar ka qenë ndue Markëgjoni dhe normalisht që nën fjalën e atij është bërë çdo gjë, por unë dua të citoj atë grua që vështirë që e njeh ti, jo le në të tjerët, por vetëm një grua shumë e pisme, me një zemër shumë të madhe, me një shpirt shumë bujar. Mund të kishte bërë të njëjtën gjë që ka bërë ajo. Edhe për këtë them ndjes pas atje ku është. Vet i mlodhi bashkë me fëmijët e saj në një sofër. Nuk di që t'i ndante asnjëherë. Pra, çfarë mund të na thuash ti për gjithë atë mirësi që shekujt po e përcjellin? Po, Brenda, ju keni qenë pjesë dhe keni marrë edhe pas ki hyrë thellë në përbajtjen e librit. Më vjen për këtë dhe të falenderoj. Ju keni sjellë për taj, është vetë libri që të përfshin. Gjyshi im ka lindur në vitin 1908 dhe ka vdekur në vitin 1937. Vizioni i gjyshit babës tim tani ka qenë ky, që e ka shpreh në rrethin e shoqërisë dhe të fisit, kur ka thënë që djalin Mark dua të martoj të tri, sepse na shkoi gjatë disa breza, duke mbet shtëpia në një kalli, thotë, një kalli në një mashkull. Dhe ai kështu bëri, e realizoi martesën e gjyshit tim, i cili edhe ai pra u martu i ri, në moshën 16 vjeç, 17 vjeç është martuaj, dhe lindi 3 fëmijë me bashkëshorten Marikën, që ishte një gjyshja ime pra, nga fshati Shën Gjergji Kaçinarit, me të cilën lindën dhe rriten 3 fëmijë. Ka qenë bardhja e para, motra e babës tim, e lindur në 1927, dhe 1930 lindi baba im, dhe 1934 lindi agja im Pietri. Unë e kam cituar në libër, është shkruar diku në ceremonia e varrimit, fjala mbajtur në ceremoninë e varrimit, atë përshkrimin e asaj fjale, e ka bërë një fjale agjës tim, për shkak të ngarkesës emocionale që kisha, dhe sikur Zoti ja ka ndriçuar mendjen atij burrit gjyshit tim, që e ka parandije, si me thanë, që nuk do t'jetoj e kaq gjatë, e ftoi Kushenin për të bashkëjetuar me te. Dhe kështu është shkruar dhe në libër, realisht. Vdeq gjyshja në vitin 1934 duke lënë agjen vetëm 6 muajsh, dhe po në atë vit kishte lindur dhe një kushej, që i takon të ishte nana Mrik e ama e tij, ose bashkëshortja e Ndu Markëgjonit. Vdeq që dhe ajo ka vajtur në penë në pjetin si benjar. Ajo që një grua i vjetë prej nane, në moralin saj, në shpirtin e saj, por dhe në origjinin e saj, sa ajo vinte nga një familje shumë fisnike, shumë e mirë, e jashtëzakonshme, nga blinishtin e ditës. Ajo ka qenë motra e një gjinë mret sproku, e cila u ba nana, ishte nana 4 fëmijëve dhe u ba nana e 7 fëmijëve. Duke marrë përsipër, bashkë me bashkëshortin e saj Ndu Markëgjonin në vitin 1934.
1937 të bëhen prindër edhe për 3 jetima. Në atë kohë, atë tagin. Më pas, aty në u lindën edhe 3 fëmijë të tjerë, Froku, Vila edhe Maria, dhe kështu, një misionare jashtëzakonshme në një dashuri shpirtërore, një njeri i bekuar nga Zoti, një grua e thishme, që ajo jepte vetëm dashuri dhe nuk dinte një herë gjuhë kam njohur dha vet, se ajo ka vdekur në vitin 1997. Dhe kemi qenë të gjithë përveç nesh, fishi jonë dhe bashkëfshatarët tonë që kanë pjesë në ceremoninë e marrimit të saj. Dhe merita e ngritjes në jetë të 3 jetimve edhe të 4 fëmijëve tyne është vetëm atyne e Zotit të qiell dhe atyne 2 prindërve, të cilët nuk ditën të bëjnë asnjë lloj diferencë se këto janë fëmijët e kushërit ose janë, domethënë, duke para dashuri dhe respekt për to, po asnjëherë diferencim mes tyre. Aq sa dhe duke qenë djali i parë, baba im, na i kena thënë Lala preno, ai e ka respektu si fëmijën e vet. Edhe në sofër, edhe kur jam drejt ata, ai ishte në vendin e djalit parë të numër Gaxhonit. Dhe në shkrimet tjera kam cituar që mirënjohja, respekt i pakufishëm, lavdi Zotit, qofshin mirë me Zotin, ato kanë qenë një njerëz të bekuar, të urtë, të dashur, të jashtëzakonshëm që nuk gjej fjalë për t'i përkufizuar ata për mirësinë që bën. Me rritjen, edukimin, shkollimin, e grimin e 7 fëmijëve. 3 jetim. Ta njerëz janë papërsëritshëm. Më duket të papërsëritshëm. Papërsëritshëm. Ndjes paqen. Do kalojmë disa vite për shkuar tek viti 1953, pikërisht kur në një kohë kur nga ishte veç se 23 vjeçar, pranohet në radhët e Partisë Punës së Shqipërisë, por me të gjitha atyre mori punësh që kishte ai fillim sistemit, sepse nuk kuptohet Shqipëria pas luftës, ai ndërmerr edhe misionin e pajtimit. Si ka gërshetuar punët? Edhe kjo pajtimi ka qenë dikun në traditën tuaj, apo nga erdhi si gjeni mes atyre njerëzve të vital? Tani dihet që historikisht zona jonë ka patur disa probleme të hyrjes, të gjakmarrjes, dhe ka qenë zonë e veriut, realisht. Zona veriut, por që një ka hinë e vogël jo shumë e madhe, se nuk kemi në sipërfaqe realisht po ta marrim si njësi administrative jemi sa 1/3 lezhës. Si sipërfaqe njësi administrative ngre. Por gjaqet dhe plagët brenda komunitetit kanë qenë të shumta. Të gjitha çfarë i takon Prishtinisë. Fakti që baba im u bë pjesë e kësaj ka qenë edhe një arsye tjetër. Duke pas mbështetjen dhe përkrahjen e babës që arriti, të cilit ai ka thirrë gjithë jetën bac, numër Gaxhonit, ai ka pas një hapësirë që të jetë integruar në jetën sociale, kolektive, publike, sepse ka marrë pjesë në tharjen e Kretës Maliqi. Ka qenë aksionist në vitet 47-48, kur ka ndodhur, kur është janë kryer punimet. Në fakt, më fal që vërtet e te kaluam këtë episod, por ai që e lexon këtë libër
lexon histori rënqetse. Sigurisht se ju do të riktheheni zonja Pranda, nëse diçka kalojmë do të riktheheni dhe mundësisht na jepni edhe ndonjë imazh ndonjëherë edhe me fotografi brenda librit, e shpalosin e librit dhe derisa zotëri ju flet. Okej. Jo, mund të kalojmë direkt atje te pyetja që thatë ju, nuk ka problem. Sepse libri aty është. Kush e don e kërkon e merr prap. Po, gjithsesi. I pjesë e konsiderueshme e kanë marrë. Jo, këtë e solla si episod, sepse pjesëmarrja në jetë kolektive me përbërje heterogjene, me kategori të ndryshme shoqërore, Faleminderit. duke të integritetin, duke pas mundësinë e komunikimit me njerëz të ditur, sepse ato punimet atje janë drejtuar normalisht nga specialist, nga inxhinier teknik të kohës, të cilët kanë pas mundësinë e komunikimit me punëtorët, me aksionistët që ishin atje, dhe kjo i ka dhënë një hapësirë integritet të komunikimit. Duhet të them edhe këtë që duke qenë një njeri parimor me natyrë revolucionare kështu, por dhe një hapësirë të jashtëzakonshme që i ka dhënë gjyshi, baba që e ka rritë, që e ka bën pjesë të takimeve, të kuvendeve, të sofrave, e ka marrë gjithmonë me vete si djalin e parë të shtëpisë, i ka dhënë mundësi që të mësojë shumë. Aq më tepër pastaj, që kur shohim hyrjen dhe aktivizimin në radhë të partisë, organizatës politike të kohës, normalisht që ky e ka pas atë formimin e tij të marrur nëpërmjet këtij komunikimit me plesë të kohës, me bashkëmoshatar të prindit që e ka rrit, dhe i ka dhënë një lloj integriteti të dhe një hapësire komunikimi dhe njohje shumë më të gjerë. Duke qenë misioni i rëndësishëm pajtimi i gjasheve dhe formati me të cilin aksioni madh kombëtar. Aksioni madh kombëtar, jam dakord. Dhe duke qenë pjesë e organizatës partisë atëherë, ku modeli dhe dhënia shembullit personal ishte slogani i kohës për të dhënë kontribut në këtë pjesë, ai në frymën e partisë së kohës apo pjesë dinamike e kësaj lëvizje, duke qenë pjesë e grupeve të pajtimit në komunitetin tonë atje. As më tepër pastaj që ka pas një mënyrë organizimi të tillë vetë sistemi i kohës që të bënte të angazhohesh me shumë fuqi sepse edhe programi ishte me shumë vlera. Ne edhe një prist i kohës duke pa nga threshat e shumta që kishte, ka pas dhënë një leksion. Se si duhet dalë ky komunitet nga këtë ngjarje të hidhura. Dhe ka pas bërë një deklaratë. Kashnjeti duhet filloj, kashnjeti flasin për 4 fshatra, kashnjeti duhet filloj të marrin e të japin me njëri tjetrin. Domethënë martohen me njëri tjetrin, me qëllim që të pahen një pataj miq, të hyjnë të kalin me njëri tjetrin dhe të shkojmë drejt shurjes këtyre konflikte. Duke qenë deri në atë kohë nuk ka pas martesa të brendshme brenda kashnjetit, jo. Jo, brenda kashnjetit, pra fshatrat Kalivash, Çobardhej, Kashnjet dhe Vreth nuk kanë marrë dhe nuk kanë dhënë me njëri tjetrin. Do të mund të jenë nga fisë të ndryshme. Por dhe? Ndonë se mund të jenë dhe nga fisë të ndryshme. Po, pikërisht pra, nga fisë të shembullit tuaj që këto nga Gjakova, për shembull. Po. Janë në këto 4 fshatrat jetojnë 9 fise. Pra, fise që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, këto 9 fise s'kanë lidhje me njëri tjetrin. A kupton? Që ka qenë hapësira me i panë dhe përpara. Ka nga treva të tjera. Po, ka nga treva të tjera, normalisht. Dhe kuptohet që partia ka pasi mision, komunisti do të jetë në balë të punës të aktivitetit. Edhe platforma për pajtimin e gjashtë ishte e tillë, e cila duhet thënë atë që ka vlerë u harmonizua sa me forcën e ligjit, sa me forcën e kanonit dhe të institucioneve të kultit. Duke marrë dhe bekimin e tyre për të realizuar dhe për të kryer gjitha ato adetet në pajtimin e gjashëve sipas kohës, edhe me ligjin, edhe me kanonin.
që ose do ta shpjegoj pak këtë pjesën e kanonit kishte të bënte me këtë, pavarësisht se ishte organizata e partisë. Po gjithsesi me shumë kënaqësi. Pra do të themi që ishte deri është përfërtu partia me hyrjen e kooperativave, ka funksionuar deri në 1967 që era në kishë xhami. Po pra, po flasim për këtë pjesë sepse pajtimi i gjashëve atje ka përfunduar në vitin 1958 në komunitetin e Kashtit. Dhe ka qenë rregulli që forca e ligjit e partisë normalisht që bënte punën e saj, por u kryenin dhe formalitetet në prezencën e priftit dhe të njerëzve të shtëpisë duke pa kryqin nder sipas zakonit të traditës që kishte kanoni i kohës. Dhe konsiderohej gjaku i mbyllur i pajtuar realizimin e një mision të rëndësishëm. Pra ka përfunduar ky aksion në vitin 1958 për komunitetin e Kashmietit, që ishte një mision nga më të rëndësishmit dhe nga më humanet që është realizuar në atë sot. Shuarja e konflikteve, e gjaqeve, pajtimi i tyre ka qenë një mision i jashtëzakonshëm, shumë i rëndësishëm dhe me shumë vlerë, që duhet vlerësuar edhe sot. Është mision i shenjtë, gjithsesi është dhe mbetet mision i shenjtë. Është shenjtë për botë, të pajtosh sherrë nga fresa, të pajtosh gjoke, të shpëtosh jetë, është gjëja më e shenjtë për njeriu. Pra, këtë rrugë e ka transmetuar shkëlqyeshëm babai juaj. Ai ka vazhduar dhe ka patur mision edhe në fund, deri në fund të jetës së tij, ai ka qenë pjesë e tërheqjeve, e kuvendeve të burrave, edhe për shuarjen e konflikteve të vogla, e kufive, e të gjërat më të ndryshme, sipas nivelit kulturor e kohës që kishte ai komunitet. Po flasim gjithmonë që kemi në një komunitet që deri në vitin 1958 kanë funksionuar Më falni zonja Prenda, desha të lidhem këtu pak unë, siç duket nganjëherë po kemi pak pengesa dhe me linjen nga andej, po më duket, por shpresoj që shikuesit na mirë kuptojnë. Pari bëjmë intervjë zoti Gzim. Desha të pyes zotin Gjon një pyetje unë nga këtej, pra sa i keni mbledh këto shqënime rreth kontributit të babait tuaj në pajtim dhe sa i keni përmbledhur brenda librit? Ka sa ndjenjë që realizuar të thotë Gzimi. Në libër nuk kemi marrë me detaje të veçanta të kësaj, me qëllimin që edhe mos të nxjerrim, mos të identifikojmë emra gjëra që nuk do të na shpëndë. Marrësh pjesët e asaj që ai ka qenë një kontribus me vlera, në harmoni me shok, me miq, me komunitetin, ku ka gjetë gjithmonë dashamirësi dhe në kuptimin e tyre gjëra. Që ka bërë në urdhrat ose duke kryer porosit e babait që e ka rritur, numër ka qenë. Sepse ai për herë parë në moshën 26-27 vjeçare, ai ka qenë pjesë e dorëzanisë së gjakut ndërmjet dy familjeve të kohës në atë zonë. Pra duke pas bekimin e plakut që e ka rritur, babit që e ka rritur. Ka një fatmirësi realisht kjo, ky mision i realizuar atëherë, pasi në ardhin e demokracisë, që dyshu dhe pati konfliktet e përtritura të kohës, që ishin mbyll dhe u rikthyer, por realisht komuniteti i Kashmietit nuk ka asnjë rast të tillë të rikthyer dhe i ka mbetur atij nivelit pajtimit mbylljes plotësisht aty në hasmërive që ka patur në vitin 1958. Këtu është cituar që ka qenë pjesë e ekipeve, e grupeve të agitacionit, të propagandës për pajtimin e gjaqeve, duke përfunduar deri aty kur është legalizuar vetë si një ndër dorëzan e gjaqeve bashkë me bashkëpunëtor, bashkë fshatar të komunitetit atje. Në 1967
hyn kooperativat bujqësore anë e këndë Shqipërisë. Pra, ky ndërtim zinxhiror në punën drejtuese duke sfiduar dekadat, sipas jush, si ka funksionuar duke qenë gjithmonë, po e fjalë për babain tuaj, duke qenë gjithmonë në krye detyrës dhe gjithmonë i suksesshëm. Fakti që ajo bë pjesë e rradhëve të Partisë Punës Shqipërisë i dha mundësi që nëpërmjet atyre formave të edukimit që përdorte sistemi i kohës, ai edhe të rritej në ana formimit ideologjik, formimit politik, parimet ai kishte të kultivuar. Dhe atje ishte çështje vetëm e zbatimit. Çështja e kolektivizimit ka episode nga më të rëndësishme, nga më të bukura, nga më të lezetshme kur ti tregosh, por dhe të vështirat për kohën. Do të thënë që ne kemi pas një hapësirë, një tokë, po them si familje trongu i madh, si përfshihet në libër. Kemi pas një njeri tonit martuar në dhërën e lehtë në zonën e Hajmelit, dhe duke pas tokë mjaftueshëm ata, e bën pjesë me tokë familjen tonë. Mirë po atje filloi ngritja e kooperativës. Dhe ngritja e kooperativës atje ka filluar në vitin 1956, po flasim për zonën e Hajmelit të dhërët lehtë. Dhe njerëzit tanë, duke u friksuar nga kooperativa, ikën dhe nuk u morën fare me këtë pjesë tokë. E familjarëve tonë. Mirë po kooperativa erdhi dhe atje. Babai duke qenë pjesë e strukturave të rinisë, sekretari i rinisë, u bën sekretar partie, jeta sociale normalisht që ishte vështirë, u angazhua në detyra si kryetari i këshillit të fshat, e tjera që i jepin mundësinë e komunikimit të njohjes pothuajse të çdo familje brenda komunitetit, filloi programi politik i kohës për kolektivizimin e bujqësisë. Një program bajagi i vështirë për kohën, duke matur me formatin dhe nivelin e komunitetit, por shumë i rëndësishëm për sistemin që ishte mision që ai nuk linte kënd jashtë kësaj formule. Dhe ai ka qenë pjesë e grupeve të komunikimit me fshatarë në Kalivaç, vazhdimisht i shoqëruar dhe me të deleguar nga partia dhe komiteti ekzekutiv i rrethit. Një ndër to mund të përmend edhe një ish kryetar të komitetit ekzekutiv të rrethit Lezhës, të kohës të krijimit të kooperativave, një det prel plumbi nga fshati Kakariç, i cili ka qenë pjesë vazhdimisht e ekipeve të propagandës për realizimin dhe në nënshkrimin e lutjeve, se ishte me lutje, kishte formalitet brenda. Do të bëhej lutja me dëshirë, po hyn të populli me dëshirë kooperativ. Dhe u arrit që në vitin 1966, në dhjetorin e vitit 1966, të gjithë fshatarët e Kalivaçit kanë nënshkruar lutjet për të qenë pjesë e kooperativës bujqësore. Dhe u ngrit kooperativa e parë bujqësore në komunitetin e Kashnjetit, sepse atëherë ka qenë parimi çdo fshat kooperativ. U ngrit e para kooperativë bujqësore në komunitetin e Kashnjetit, ose po themi në komunën e Ungret të kohës, është ngritur në Kalivaç. Pastaj është ngritur në fshatën e tjera. Duke qenë promotori i bashkëpunësisë punës propagandistike, pjesë e ekipeve duke trokit në çdo derë, në çdo familje të fshatit, pasi u realizu kjo, mbledhja e parë e asamblesë, kështu quhej atëherë, zgjodhi kryetar të nisën e parë të grupeve të propagandës, që ishte babai. Detyrë të cilën ai ka kryer për 2 vite, nga 1 janari 1967 deri nga fundi vitit 69, 2 vite ca, sepse pastaj u bë bashkimi kooperativ. Pra fshatat e veçantë
u bashkuan dhe krijuan kooperativat e bashkuara. Kooperativat ai pa kaluar në pozicionin e sekretarit të byros partisë për kohën. U realizu një mision i rëndësishëm i politikës agrare bujqësore të partisë punës në atë kohë. Ku baba im ishte pjesë e asaj lëvizje dinamike. Në më shembull që do të japet komunisti. Kjo është një interesa e saj. Aty ka në disa episode nga puna propagandistike që do të them që njerëzit që arritën pas një rezistencë të fuqishme për të mos u bërë pjesë e kooperativës, arritën të nënshkruajnë lutjen, se kishte familje të mëdha që kishin 25 familje veta mençur që bëjmë një episod, më falni, do ta them. Në një familje të madhe të fshatit, vendoset që të bëhet mbledhja e organizatës partisë te ajo familje me qëllim që të krijohej bindja, të punohej fort që ajo familje të futet në kooperativë, që ishte familje madhe. Familje madhe me 13 punëtorë, kooperativistë që të dilnin ndar. Dhe pasi arritën të realizonin këtë, e morën penqimin e plakut, nënshkroi lutjen për të pranuar për të hyrë në kooperativë. Kishte një njeri të afërm aty, një nep dhe veten, dhe ai merr pushkën për të qit pushkë. Se baba e pranoi këtë. Taja ishte nepaj. Dhe i thot, mos bën gabim, thot. Me përdor pushkën për këtë punë, se pushkën do ta kisha qit kur ka hyrë pari në kooperativë, jo sot mos vao. Një dignitet, një integritet, një pozicion moral i jashtëzakonshëm i zot shtëpie. Ka shumë episode të cilat disa janë të shkruar në atë memorien tonë, të cilat na i ka treguar baba që e patur me të dhe gjatë mbrëmjeve që kalonin atë. Arkivi i shpirtit është plot. Patjetër. Ky arkiv nga ato gjëra që kanë ngel pa u hedh në letër, duhet të arkivohen edhe në arkivat e kohës, sepse asgjë nuk duhet lënë pas shpinet pa u transmetuar brezave. Se vjen një ditë e secilit ja intereson për ta lexuar. Është gjëja më e bukur që ndodh. Kthehemi shumë herët në kohë, pra në vitet e hershme të rinisë së prindërve tuaj, kohë kur vështirësitë mundën nga forca e tyre. Edhe në kohën kur i krijohen, sepse pjesë pas baba juaj ka 5 vite që ka ikë, mund të kemi njohur 10 vite më herët, një njeri me mendjen si të ishte 20 vjeçar, kujtonte çdo detaj, çdo mik, çdo shok, përmendte vlerat, i rriste ato. Brenda këtyre viteve që ata kanë jetuar, kanë përjetuar shumë gjëra, po i kanë mundur, siç e thash, me forcën e tyre të dashurisë. Në jetë solla 9 fëmijë, 9 dje me vajza. I rritën, i edukuan, i shkolluan. Sa vështirë ka qenë për ta, për të arritur gjithçka që kanë arritur. Të them të drejtën, kur të mendoj këtë pjesë emocionohen, prena. Është në Sepse ne jemi lindur 10 fëmijë, 9 kemi jetuar. Nga 2 prindër që edhe martesën e kanë patur të deklaruar e gjatë kohës që nanat e tyne ishin 7 zana. Dhe për thonë që pas një burri të fuqishëm,
të fortë qëndron një grua e suksesshme. Ne jemi se si janë rritur 9 fëmijë, unë mund të them një pjesë të asaj se e kam përjetuar, por në kushtet e familjes, në kushtet social-ekonomike të kohës, domethënë as nuk mund ta parashikoj e kush sot me gjithë këto mirësina që kanë që ta realizojnë një prodhimtari të tillë. Të gjithë të edukuar, të gjithë të arsimuar, të gjithë... Do të them diçka. Ne jemi lindur me parimin ose me sloganin. Jo se kemi pasuri, po me sloganin hajtë që rritën në krah të njëri tjetrit. Dhe ashtu jeni vlersat. Dhe kjo është gjëja më e bukur, morali më i mirë, gjë më të mirë se solidaritetin dhe unitetin njerëzor brenda familjes. Kjo është edhe mbrenda shoqërisë që më arrit këtë, por një familje e suksesshme e bazuar vetëm në solidaritet, në dashuri, në harmoni mund të bëhet. Në të kundërt jo. Ai ka qenë aq parimor dhe aq flamurtar i shkollimit, sepse për fëmijët, sepse e ka vujtur, e ka dëshiruar vetë, e ka pas dëshirë vetë për të realizuar atë. Dhe ai, si më thënë, vetë është bërë i shkolluar duke vjedhur atë. Ai ka arritur ta realizojë, të bëjë, të marrë arsimin të vjeçar. Që i ngriti sistemi për të favorizuar dhe për të ndihmuar kuadrat e kohës. Por atë që nuk e pati vetë, atë këmbuli shumë për të jo vetëm fëmijëve. Edhe rejave, grave të djemve të tij, ai i regjistroi, i çoi në shkollat e kohës që të mbaronin shkollën dhe të paktën pa arsimin e mesit mos kishte kërkan në shtëpi. Ky është një mision shumë i rëndësishëm edhe sektori më i vështirë i jetës së sotme për mua nuk është as ekonomia, as t'i gjë, është edukimi. Ka që më të përsosin. Realizon edukimin në përputhje me kohën, në përshtatje me kohën, me unitet, me solidaritet, me harmoni, me vllazëri, nuk ka prit që të mos e ka përcesh. Dhe ne jemi rritur, jemi shkolluar me arsim të mesëm të gjithë, me arsim të lartë, një pjesë e mirë jemi sot, të integruar, të punuar në administratat e kohës, që nëse unë po e citoj që tani, babai ka qenë pjesë e strukturave politike të kohës, ka qenë kryetari i kooperativës, ka qenë sekretari i byros partisë, ka qenë vllai i madh, ka qenë shefi i kuadrit kooperativës, ka qenë shefi i administratës kooperativës. Unë kam punuar drejtor mësues dhe drejtor shkollës dhe shef finance në atje, në zonë. Motra e madhe ka mbaruar infermieri dhe në prefekturë. Ka punuar dhe në prefekturë e ka mbyllur. Motra e madhe ka punuar ka mbaruar shkollën e mesme të infermierisë në Durrës dhe gjithë kohën e jetën e ka kaluar në shërbim të komunitetit në fushën e mjekësisë dhe më vonë në Lezhë kur derisa doli në pension. Motrat po ashtu, njëra nga motrat që punon në sot të spitali Marika, e cila ka mbaruar shkollën e lartë të infermierisë dhe është një kryeinfermiere model në spitalin e Lezhës, po ashtu bashkëshortja ime që punon kryeinfermiere në spitalin e Lezhës, e arsimuar me shkollë të mesme dhe arsim të lartë të infermierisë. Kemi arritur deri atje saqë duket sikur kam pas dëgjuar diku një familje, një fëmijë që thotë për prindërit i kemi lindur për të drejtuar. Dhe se kështu i kishte vaj pasion pjesën e kësaj,
kemi arritur deri atje sa që e treti njeri në vëllezërit e mi, vllai i katërt, mbaroi u arsimua mirë shumë në arsimin bazë fillimisht në fshatin Kalivaç, në arsimin e mesit kryor mbaruar në Shkodër, pastaj në Universitetin Bujqësor të Kamzës në Fakultetin e Pyjeve Dega Inxhinieri, ku në sajt aftësive menaxheriale, aftësive organizative dhe formimit në përputhje me kohën, u bë pjesë e drejtimit të institucioneve të ndryshme, duke filluar nga Lezhë me drejtorisë pyjore, me kalimin si prefekt në qarkun e Tibrës, me zëvendës drejtor në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, pastaj drejtori ekzekutiv i kësaj, dhe në vitin 2005 për Drejtori i Bordit Kullimit, pas në thona ja pas mandatit parë, drejtori i Bordit Kullimit, po pra, por ajo më rëndësishme dhe arritja më lartë e pjesës së familjes tonë në drejtimin dhe integrimin në strukturat e shtetit dhe institucionet e rëndësishme të këtij vendi, është qenia e tij si deputet në legjislaturën 2005-2009, si përfaqësues i Partisë Agrare Ambientaliste, ish kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste për Lezhën, dhe me kalimin e detyrave pas vitit 2009 të burimeve natyrore, dhe në vitin 2017 ai u bë edhe një herë pjesë, pasi dorëzoi Bordin e Kullimit, u bë edhe një herë pjesë e institucionit ligjvënës në Shqipëri, i Kuvendit të Shqipërisë në vitin 2017. Dhe i integruar plotësisht në jetën politike sociale të kohës, me një familje të mrekullueshme, secili prej vëllezërve, por Petriti duke qenë më i për të mos u larguar nga duhet të them atë që ta pohoj atë që them më parë, kemi lindur për të drejtuar. Edhe flutra s'ka qëndruar shumë. Je shumë vërtet. Vite ajo ka merita të veçanta realisht për formimin që ka spari, për profesionalizmin dhe që për disa vite ka drejtuar degën e thesarit në Lezhë dhe mjaft produktive në çdo institucion në sektor ku punon, edhe në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Tiranë, është një ndër punojësit më të kualifikuara, më të talluara dhe që ka edhe detyra menaxheriale në institucionin ku punon. Gjithashtu dhe por ka diçka pozitive shumë kjo që kanë vazhdu preza të tjerë që po integrohen, po orientohen pozitivisht në përshtatjen e kohën për të qenë pjesë integrale e vazhdimësisë të familjes madhe të Trungut Madh. Do të thënë që Brenga ka qenë një njeri që ka frymëruar të drejtues. Ose unë mund të them ka pak njerëz që njihen shpesh e përmenden si fuqi ashtë mbëlltyr. Por ngjashmëria brenda familjes është thelbësore. Shpesh të bie sikur paramendon atë burr mikpritës e babaxhan të pres mish me fjalë të tjerë, në shkretëtirën e monizmit, sepse pikërisht ky vend e këto kreshta mbajnë burimet e forcës, fisnikrisë, bujarisë e mençurisë, pikërisht për të bërë burim frymëzimi për popullsinë e gjerë. Këto fjalë janë pikërisht për babain tuaj. Faleminderit, Brana. Nuk di si ta përshkruaj këtë pjesë, pasi ai ka qenë i veçantë në llojin e tij, sa që sa do rritje të bëjmë ne, po marrë edhe Petritin që ka qenë më lartë nivelli përfaqësimit të familjes tonë atje, natyrën tipare, burrin, fisnikrin, guximin, kurajon që ka pasaj, janë
Mundohna t'i prekim, po nuk mund t'i qojmë ati ku i ka pasaj. Jemi në kërkim mundësisht që t'arrijmë plotësisht e kaj. Kuptohet? Jeta ka ndryshuar, koha ka ndryshuar, ka evoluar, sistemet ka ndryshuar, por njerëzit që kanë qenë janë prapë, janë pjesë e vazhdimësisë, jemi mirë, ndjehem komod në këtë pit. Patjetër. Për familjen që kam pasur, për prindrit, për gjithë rrethin tim, për gjithë shka kanë bërë ata dhe për mundohna të bëjmë ne në përputhje me kohën. Unë faleminderit. Unë kam qenë pjesë e promovimit, siç e thash edhe më herët. Është në promovimet e rralla i bërë asaj çfarë është diskutuar jo për librin, por për personin e Prengs. Kishte aq shumë miq të cilët nuk e njihnin nga letrat, po e njihnin personalisht. Dhe diskutuan aq shumë për vlerat e tij njerëzore, sa e kishin shumë vështirë për t'i lënë radhën njëri tjetrit, sepse secili që kishte njohur donte fjalën e të shprehtë për të gjithë mirënjohjen e atyre viteve mbi të cilën kishin punuar. Unë do sjell një shkrim, ndoshta pjesërisht. Zonja Prenda, do isha lutë që brenda mundësive, ndoshta nëse ka mundësi të lexoni diçka që zotriu pak pauzoj, që t'i japim mundësi për një pauzë të vogël, me që ne nuk kemi reklama dhe sigurisht ndoshta do t'ishte mirë kjo që ta krijojmë këso mundësie. Unë do sjell një shkrim që gjendet brenda librit, e ka shtruar me shumë përvojti një kashtjetor, i cili në rast se në çdo moment po i përmende emrin e Prengzionit, ai përkullet për të. I them një herë, më vjen mirë që të dëgjoj kur flet gjithë këto fjalë të mira për Prengen. Dëgjoj tha, unë kam qenë i mbrapsht. Kam qenë i keqër këtu. Si me siguri Pjetër Gjoka. E përshëndesim ne zoti Pjetër sepse e njohim nga afër, jemi redaktorë dhe librit të tij, pra sigurisht se i dërgojmë edhe ne një përshëndetje përmes këtij podcasti. Ne përshëndes shumë. Një burr i mrekullueshëm. Prenk nga putat spikator të zonës së Kashnjetit dhe të Mirditës. Pra, opinioni Pjetrit. Jeta është sa e bukur aq e vështirë. Ndërshëndetjet e saj ai takohesh me këto. Për siç ishte. U rritë me ushqyem me traditën e zonës për të cilën u bëm krenar. Nuk thon kot. Tjetrin e njeh kur punon me të, ashtu siç kam ndodhur të punoj edhe unë si shumë të tjerë me Prengen, që sot është i ndjerë e ndjes pas. E fillova njohjen time si aktivist i rinisë së zonës, nga ku që në fillim ndjeva përkrahjen e pak kufishme që më dha Prenga, ndryshe nga disa bashkëpunëtorë të tij, që përkrahjen e jepnin me shumë rezerva. Pra ashtu siç ishte dhe koha, pasi xhelozia se mos na behej ky, ishte e dukshme e u lexohej në fytyrë. Dua të theksoj dy tiparet veçanta që dalloheshin karakterin e një kuadri drejtues që vështirë t'i gjeje tek të tjerët. Ishte një njeri shumë i drejtë dhe kuptohej përmes mesazheve dhe gjykimeve tepër të drejta. Nga ky parim ai u udhëhiqej gjatë gjithë jetës së tij, që pikërisht për këtë nuk u. Ky vërtet rriti besimin e opinionit në zonë e kudo njihej. Ishte ndër njerëzit aq kurajoz, pasi nuk e njihte frikën, duke ngritur e trajtuar problemet siç ishin në të vërtetë, pa shka se mund t'i binte edhe ati regji
që për kohën i është të përbëj sot. Sa një prej së vërti për këtë një fragmenti një rast, e me që të kohën ati që më përkiste pikërisht mua. Isha e ri, kisha mbaruar shkollën e mesme. Isha një eri aktivist i njohur në zonë dhe me formim relativisht të mirë. Një ditë Brenga më kërkoi në një bisedë. Ulëm dikun në një qoshe të zyres së tij dhe më vazhduam në bisedë të zakonshme, por në një pikë të bisedës Brenga u bë serioz. Më duket ai moment sikur e kam parasysh edhe tani dhe filloi të flas për çështjet kohës. Njerëzit e duhur që i shërbenin vendit dhe më drejtua me seriozitet. Tamam si një zyrtar autoritar. Dhe gjë tjetër. Nuk të thirra apo dashin të bisedë dhe zgjodha të ishin vetëm. E kam menduar gjatë vlerësimin mbi ty dhe kam cilësuar disa veçori të shumanshme. Qoftë ndërbreza, por edhe ti si djalë i ri dhe energjik, se do na duhesh në punët e përbashkëta. Prandaj kam menduar që ti të jesh krah nesh duke punuar të bëhesh antar i partisë. E dëgjova me vëmendje këtë fjalë më bindi mbi atë që kërkonte. Pasi filluan procedurat e pranimit edhe nga struktura drejtuese e zonës, patim mirë kuptimin e të gjithëve, duke mos munguar edhe ndonjë zë ndryshe, që vepronte fshehurazi duke u përpjekur ta pengonin në realizimin e saj. Ishte pikërisht Brenga që me autoritetin e tij mundi të sfiduam një jetë të gjatë deri në prishjen e sistemit dhe ka rezultuar mjaft i suksesshëm. Ky bashkëpunim nuk ka qenë i rastësishëm, sepse ne njiheshim edhe si banor të zonës, por edhe me marrëdhënie shumë të mira familjare strikte. Prandaj ka funksionuar dhe vlerësimi im për Breng Margjonin dhe është i përjetshëm. Brenga pati një familje të mrekullueshme, një bashkëshorte model në shoqëri, të cilët trashëguan plot me vajza, po kaq të mrekullueshëm, të cilët i arsimoi dhe i edukoi në formën më qytetare. Nëse do të shkruaja për Brengën, nuk do të më mjaftonte edhe një libër i tërë, por e rifleksoj. Sa i mbetet një ndër burrat e esplikatur të zonës, krahinës dhe pse jo, edhe të Mjeditës. Edhe pse sot nuk jeton, përcjell për të gjithë respektet e mia. Pjetër Gjokmarku. Sigur Pietri Faleminderit Pietrin, përshëndesim, i urojmë shëndet, mbarësi, jetë gjatë. Amen. Dhe jam shumë e bindur që shumë të tjerë kanë ngelur pa futur brenda këtij libri, sepse pastaj do duhesh një libër shumë i trashë. Brenda. Po. Spari libri ka qenë me dhe aje të ishi të libër të shkruar duke të qenë dhe gjatë. Dhe shën të kësaj, ai mori vllai i madh ka hedhë gjithë ato mendimet e tia, hedhë të shkrem. Gjithë atë që kishte menduar. Domethënë, 2 fëmijë të vegjël, 3 vjeçar, atëherë pra themi se kanë qenë 3, 1, 4 e 2 prindër, 6 veta. Regjistruar dhe të shkruar, të sistemuar në këtë libër, janë mbi 37 familje mashkujsh të këtij trungut familjar prej 5 vetash në vitin 1937. Nuk e di, a jam i qartë në këtë që thash. Pa pitur familje të kanë kriju bijat e kësaj dere të martuara në komunitetet ndryshme të zonës. Dhe me qenë se përkoj me 5 vjetorin e vdekjes, viti 2025, ne angazhuam të gjithë vëllezërit dhe motrat bashkë me autorin kryesor të librit, pasi unë do të citoj diçka, vjen mirë dhe quhem shkrimtar dhe unë, por unë jam një bashkautor, kontributor në realizimin e këtij librit, pasi shkrimtari, autori i vërtet i këtij teksti, i këtij materiali, është
miku i familjes tonë, vëndri, profesor në fushën e gjuhë dhe sis, pjesë e publicistikës, pasi ai ka botuar disa libra të tjerë dhe autori i librit i vërtet është ai. Unë jam pjesë e krenarisë së realizimit të kësaj. Mjafton është i bukur dhe emri shkrimtar, më pëlqen, por autori i librit është ai. Dhe libri u ndërtu me parinin që janë të mrekullueshëm ata prindër janë të jashtëzakonshëm, papërshtatshëm. Libri është ndërtuar mbi bazën e një orientimi ose një platforme që vetë autori e zgjodhi nga bukur, duke filluar me origjinën e fisit, me rreshtimin e familjeve, të gjitha të paraardhësve dhe të pasardhësve të atyre që jetojnë më, dhe mbi bazën e opinioneve, intervistave të dhëna nga disa bashkëkohës, bashkëpunëtor të Lanç. Piles du të them që me promovimin e librit, kur e bëm në datën 26 shtator, pasi kemi dal nga e takim me 10 telefonata kemi pas dhe takime me njerëz sepse s'na keni njoftuar ne. Normalisht. Por ne po diçka të bukur, bukurin asaj ja dhanë të gjitha ata njerëz që morën pjesë aty, por që nuk mund të rri pa përmend edhe faktin që pjesë e promovimit një libri të tillë me këto karakteristika, kësaj monografie u bë dhe kryetari i Bashkisë Lezhës, zoti Pierin Ndreu, të cilin edhe një herë kam dëshirë ta falenderoj shumë për prezencën e tij në atë lloj takimi, pasi një takim që zgjati mbi një orë dhe ai gjeti kohën për të qenë pjesë atij promovimi me gjitha gjetjesën e madhe të punëve që kishte. Duke të intervistuar dhe opinioni që ka dhënë opinionet dhe konsideratat dhe vlerësimet e tyre për portretin e babajtim është një vlerë e jashtëzakonshme për familjen tonë dhe një falënderim të jashtëzakonshëm kam për të gjithë ata që u bën pjesë e kësaj vepre që kemi realizuar ne për familjen tonë. Gjithsesi kjo është një leksion, është një mesazh që çdo familje normalisht ka historikun të vetë, ka arsye të vetë, ka çfarë shkruaj mos mendoja se herë se çfarë më shkruaj, duke në raja përzim se njerëzit kanë nevojë të dinë, pasardhësit kanë nevojë të dinë historikun, paraardhësit e tyre, formatin që kanë pasur, kohën jetës që kanë kaluar aty e tjerë. Për të marrë frymësinë në ata. Libri përmban edhe një album fotografik në pjesën e fundit, rreth 50 e sa faqe, janë album fotografik, ku në përgjithësi në këtë album janë të vendosura të gjitha familjet e mëshkujve dhe të femrave të familjes tonë, të trungut familjar, të martuara, si ata që janë jashtë vajzat, si mashkujt brenda trungut tonë familjar. Dhe duke qenë se më dhatë këtë hapësirë, mundua ta falenderoj edhe një herë nga zemra zotin Gzim, zonjushën brenda, institucionin tuaj, median tuaj, që është një media shumë e bukur, me shumë vlera, që promovon vlera të shpisor të komunitetet ndryshme, që bën portrete, që publikon libra, që boton libra, që redakton libra. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit nga ju. Neve fjalën tuaj zakonisht po përpiqemi. Më falë diçka. Nuk mund të rri pa përmend. Po ne akoma kemi mbaruar. Të gjitha na erdhën sipas radhës. Nuk kemi mbaruar akoma. Se desha me të thënë. I thonë
që shia mbitorni, akoma s'kemi prej qeshi. Okej. Atë desha ta them. Neve zot Gjoni kemi përcjell edhe imazhe nga ato që ju tani më folët për promovimin, kemi përcjell imazhe nga promovimi, fotografitë që ju ndoshta nuk mund t'i përcjellni aty përballë derisa po flisni. Pastaj kemi përcjell edhe fotografitë që ka shpalos zonja Prenda nga libri dhe sigurisht këto imazhe do të jenë pastaj një album i bukur brenda këtij emisioni të cilin ne ndjekim shumë, por do ta ndiqni edhe ju përsëri, sepse ky emision do të jetë në përfaqe të metaforës, në faqen tim zonja Prenda Sejdia, tek Sibilat e Veriut dhe në YouTube. Pra, në YouTube do të mbetet emisioni atje dhe pastaj atje nga atje do të përcjellet gjithmonë. Pra. Sigurisht do të keni rastin ta ndiqni dhe shoqërimet dhe emisionin me çfarë ne kemi arrit të transmetojmë brenda mundësive dhe hapësirave tona. Ju faleminderit për mundin që po tregoni dhe neve jemi të gatshëm të vazhdojmë akoma për të shpalosur edhe më tej librin nëse ju nuk jeni lodhur. Jo, kjo është kënaqësi për mua. Nëse më lën Brenda tash, desha me dalë të pjesa fundore, me qenë se edhe të pjesë të radhë, sipas radhës. Atë në fillim i ka radha tani më duket Brenda. Normalisht që do i vinë të radha në fund. Sipas meje, normalisht, se çdo njeri ka gjykimin e vet, por siç e the edhe më herët, pas një burri të suksesshëm është një grua e fortë, një grua fuqishme. E fuqishme në gjithë dimensionin njerëzor. Prindërit tuaj, siç e them më herët, janë njoftur edhe s'kishin lindur, po kanë dëgjuar një tjetër në janë njoftur prindërit me ato fije të padukshme. Kanë paraqituar se çka ka në bark njëri dhe tjetri. Kjo një gjë shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Pra, ata kanë qenë në një moshë, janë martuar shumë të ri, kanë sfiduar gjithë vështirësitë me forcën e tyre të dashurisë. Ato të jetojnë martuar fiks 19 vjeçar janë të dy. Në ditën e martesës. Po të ri janë, e ke parasysh duke krahasuar me sot, se në atë kohë jo, nuk janë quajtur të ri. Po të ri kemi atë 14 vjeç dhëndër. Po. Por për këtë kohë, se për atëherë jo nuk janë vetëm ledhur, kanë qenë me të vendosur, përpiqeshin me sfidu vështirësitë, me përballu shumë gjëra që sot as nuk i shohin as në ëndra. Unë duhet të them, se tashmë se çfarë vështirësish ka në pas në atë kohë, dolën pak gjatë bisedës, kur ju thoni jemi rrit 9 fëmijë, jemi arsimu, jemi eduku, jemi punësu normalisht mendimin e dy prindërve, ama babai ka pas punë jashtëzakonshme duke u marrë me një zonë të tërë, ndërsa nëna juaj të merret me 9 fëmijë për t'i la, për t'i ndruar, për t'i ushqyer, por jo vetëm kaq. Sepse tek një burr siç ka qenë baba juaj, që njihte kushdo, dera shtëpisë shumë rrallë është ka ngel pa mysafir, kështu që është dashur një punë shumë e madhe. Dhe them, ku e kanë gjetë mundësinë, ku e kanë gjetë forcën për t'ja dalë man me gjithë vështirësitë e kohës. Ajo që dua të theksoj është pikërisht ky 5 vjeçar që ajo e kaloi pa çoqen. Një herë që i ka marrë një intervistë, po bëja bisedë me të. Thjesht bisedë si ajo si është njohur me çoqen, si është martuar, ardha fëmijëve një që i kanë përballuar. Ajo që dua ta veçoj, flit kemi një dashuri të jashtëzakonshme, sikur të ishte një vajzë e re. Pra shpirtin e saj që i parë është shumë vështirë me gjetë tek ajo realisht edhe në videon që ishte realizuar për ditën e promovimit të librit,
Shiheshim të qarta gjithë ato përshëndetje, urime zemre, sikur kishte mbaruar një fakultet. Ne shpresojmë se prindrit tanë nuk kanë mbaruar universitetin bon nga shkolle, por kanë përvetësuar kaq bukur akademinë e jetës. Çfarë mund të na thuash për nënën tënde? Me nënë pa fjalë pak. Se të ka kontribut shumë. Që nuk mund të përshkruaj e fjala as të imi atë që ka bën ajo dhe çfarë ka përballuar ajo. Ajo është një konsideroj një shoj të veçantë për gjithçka ka bërë ajo. Pastaj Akademinë e Jetës ne kemi thuhet më thuaj me kërri e të them se kush je. Dhe do të kujtoj një rithënie të një prej bashkëkohësve të Lals, që ka qenë pjesë edhe në promovimin e librit atë ditë. Në një neje me nanën në vitin 2020, në ditën e 3 pas vdekjes, edhe ati pati vdekje shkoqja në ato ditë, një ditë më arashi, duke ndajt tavolinë të obori i shtëpisë tonë, i thot nanës, prika je, thot, edhe sa vjetë kena i me prengën. Ne se tregoj se është pjesë e një herë. Po pa edhe 71 vjetë me te. Në gjotët. Je pas një burë, tha që 3 ditë, tha me pane me ta, tha, ke pas që me mësue, jo si kene 71 vjetë me ta me i fjallë që e ke të i kalu masën e shkollimit të akademisë. Dhe një nan e tillë, se cili e ka nanën, por një që ka rritë 9 fëmijë. Në përpjekje e sakrifica në një stërmundim të jashtëzakonshëm, për shkak të gjitha atyre që theti përpara, angazhimeve publike në mjedisin social të kohës të bashkëshortit saj, atë urtësi, atë qetësi, atë formim, atë mikpritje, atë fytyrën e qeshur të asaj, është vështirë ta improvizosh, edhe me aktrua, edhe me desht me lujt, edhe ashtu si që ka kaluaja. Nuk e di ku e shpirti, e di ku e mban gjitha të mjalt. Por ka diçka. Ka një besim të jashtëzakonshëm. Qoftë besimi në Zot, qoftë besimi në rrethin që ka. Edhe kur shkon në situatat vështira, shëndetësore, do ta them një detaj shkurt. Para Krishtinëve të vitit kaluar, ajo pësoi një goditje që nuk e mendova se do ta çoja nga korridori deri te shtrati të gjallë. Deshe me një herë pëdham alarmin, ka dishmëria plot e strukturave, autoambulanca në dispozicion në mjekimin. Në ditën e 3 të mjekimit filloi të ndryshojë situata, të përmirësohej, dhe vjen dikush nga njerëzit e mi të afër me patë spitali. Edhe ai filloi t'i thotë, nan thot kjo jetë është e vështirë, me sakrifica, me monde, me e jashtëzakonshme, me tortura për me sfidu jetën. Por pastaj thot vjen ajo jeta për te, thot ajo jeta paqësore, e qetë, pa ngarkesa, pa kështu, pa mashtohet. Filloi t'i rrëshia i t'i dhan bekimin për më atjetë. Mos i marrë, i thot, a ke ma, thot? Jo, thot, s'kam ma.
A i thash para kohë? I thot nana, mos I s'ke ma, thot, bëll mirë folë, thot. Por me thënë tretën, ma mirë rejtu hekkes knejtë se shkoja ne. Se I plak jemi të 5 vjetë, ka shku e s'ka ardhë, më thënë, asë një gjithë fjallit se si ashtë a ne. Po që po që I sa më gjata për vetës. Shumë falenderit. Ajo si vjetë ka bërë 95 vjetë dhe një shtys, një katalizator I fuqishëm që ne të mobilizohena, jo se nuk e kishim. Por një fuqishme na ka dhënë që ne ta bëjmë realitet këtë që kemi përpara, dhe atë që kemi dorti. Jurojmë shlet edhe neve si stafi nderuam zotëri Gjon. Shumë falenderit, shumë falenderit. Ste sa më gjatë pranë jush. Unë do sjell edhe ca copza të shkurtra nga intervista në të cilën kam zhvilluar me te. Okej. Ata interviste kemi qenë për libër, por ne kemi bërë Ta mirë gzini, kjo është pjesë për publicitet. Je shumë... Faleminderit. Faleminderit. Jo, gjithsesi duhet nderuar. Ajo është pjesë e kësaj. Pjesë e librit. Si erdhi fejesa jote? Si erdhi fejesa jote? Si ka qenë zëna filla e njohjes suaj me prengën? Ma ke bën një pyetje të bukur, pasi më kujton historitë hershme e gatit pa besueshme për kohët e sotme. Nana ime ishte shtatzën me mua, dhe ajo vjen në Karivash tek vllai që kishte nga nana dhe asaj I dukej shtatzënia. Mark preng për leshi që me pas I bie tek e qenë vjetrim, kishte pas edhe I nus shtatzën. Atë ndonë se atëherë nuk dinte kush se a do të vinë djalë apo vajzë. Por ishte edhe një farë rrekulli në raste të veçanta pikërisht si ky yni. Marku I drejtohet nanës sime dhe gjëpreng, që nke shtatzën dhe unë nusin ashtu shtatzën po e kam. Por kam një kërkesë. Në qoftë se ti ke me lind vajzë dhe unë djalë, do kemi krushi dhe fëmijët tanë do I martojmë dhe anasjelltas. Kështu që ata u dakordsuan. Bardha vajza vetë me Markut, që më vonë u vë dhe punata ime, e kishte mbajt mend këtë mohabetin mes nanës sime dhe atij të saj. E kështu ndodhi të lindur vajzë nanës ime dhe djalë gruaja Mark Prengës. Mirë po shumë pak vite më vonë, pra në 1937, Marku ndërrua në jetë. Vitet kaluen e ne u bëm tikun 18-19 vjetë. Që po e rriste prengën, djalin e Markut filloi të interesohej dhe kërkonte në miqësi për një mik të mirë t'ja merrte vajzën për prengën. Kur Bardha e mëson këtë fakt, u thotë se ajo e mbante mend që nga veçlia e saj se Marku dhe Prena patën një marrëveshje që kur ato ishin shtatzëna. Kushëriri duhe as vënoj fare pa marrë rrugën për në komësiqe, për të më kërkuar mua dhe me atë familje të vitë. A vitësh, fejesa ka batë dhe ishte mvesh të 19 vjeç u martuar. Kujti falenderohesh për karakter shoq, por dhe fëmijët po ashtu. Karakteri apo I pjesë e tij është e lindur tek njeriu, por falenderoj s'pore Zotin e Madh për gjithçka që më ka dhënë mua, bashkëshortit dhe fëmijëve gjithashtu, por dhe prindërve të mrekullueshëm, që I lindën ata njerëz të papërsëritshëm, por dhe atyre që I rritën plot fisnikëri, duke u amishëruar virtytet më të larta njerëzore. Pra jam e kënaqur që bashkëshorti e fëmijët e mi patën dhe kanë karakter të fortë e janë miqësor e të gjendshëm. Mora flet me superlativa për të shoqin prengën, për prindërit që arritën burrin, pra për kushëririn ndue e bashkëshortë vrita. Mbika e vogël me skove, por e tjetër me shoqin fëmijët. Po harruar kunatën Bardha e fëmijët dhe krip të afërmit. Fëmijët I përmendën me emra dhe ka një dashuri të shtershme për secilin. Kjo grua trup vogël, gojambël, me kujtesë të kthjellët, mbjellë kohë dashuri hyjnore si angjëlli I qiellit, tregon dashuri, harmoni, lumturi dhe vetëm bekime për cjell. Mesazhi që ke për brezat e mira, Mara.
U lutem brezave, vlerësojeni vetveten se vetëm kështu vlerësoni të tjerët. Shfaqni sa më shumë dashuri e harmoni njerëzore të njëri tjetrit, mbani fjalën e përcilleni me ëmbëlsi kudo. Punoni që të gëzoni dhe dijeni se pastërtia dhe shmëria janë që ju bën gjallë shpirtin. Duheni fort njëri tjetrin, kudo dhe kurdo. Mos dëgjoni kësit, se bota ka dhe ngjyra të errta, por afroj nga kureshja, kjo pyetje e fundit më vjen si përques. Ku ishin ambientet e magazinave të njaltosjes së fjalës që për ju normal nuk ka terren gjithë? Përgjigjja e pyetjes sërish u kthye në një buzëqeshje aq të ndjerë që përkon me brendinë asaj femre si zonjë rrallë që i flasin veprat. Deri me respekt për marrën, bashkëshortja Breng Mark Gjorit Kalivaç, për atë, por dhe zonja tilla. Faleminderit për në. Faleminderit për në. Ishte edhe libri për të rritja e një familje, të cilën e transmetuam sonte dhe do ta gjeni nga pas 20 minutash, do ta gjeni edhe në YouTube. Ky libër mbar shumë vlera brenda faqeve të tij. Monografi të tilla i duken brezave. E mira e saj është sepse për të gjallët e tij Prenga u kujtua që të linte shënim në dorëshkrime të gjitha lindjet parefisnore, familjare, miqësore kudo që i pati. Është fatkeqësi në ditët e sotme se shumë njerëz me breza 1, 2, 3 tashmë po i harrojnë të afërmit e tyre. Fatkeqësitë nuk po i caktojmë këtu sonte se nuk po i themi sonte se nuk është koha, por duhet të kujtojmë e të kuptojmë. Pse? Është e keqja më e madhe të mos njohësh të afërmit. Sepse ne kemi breza që vinë, mos njohin njëri tjetrin, çfarë katraure mund të ndodhin. Kështu që monografi të tilla i shërbejnë brezave të së ardhmes, edhe të sotmes po ashtu. Faleminderit Zoti Gjën që ishe me ne. Faleminderit për këtë prurje kaq të bukur. Faleminderit Zoti Gjën, unë do t'ju kisha lutur që nëse u ka mbetur diçka pa thënë, të vazhdoni ta thoni, ndoshta ka nga vetvetja jashtë kësaj. Desha ta them diçka. Po. Ne nuk e mbyllim derisa u themi gjithçka që kemi merak. Ne nuk e lexojmë të gjithë librin, por Jo. E pa jo disa pika që është nga një është domosdoshme. Të cilën ke shumë drejt. Është vlerë. Është vlerë ta ketë çdo familje, jo se e kemi ne, po ta ketë çdo familje. Se ka mundësi, ka gjenën specialistët, gjenën redaktuesit, gjenën botuesit, gjenën të gjitha. Vetëm vullneti duhet. Desha më thënë unë që më ngeli pa ashtu, do me dalë pak të kënga, prena dhe gzim, me kërkesën normalisht të familjes tonë, të vëllezërve, të motrave të gjithë të trupit tonë familjar. I kërkuam John Frokut, që Betojmë, e kemi atë. jo, thash u desha ta falenderoj Gjonin me gjithë atë këngëtarit tjetër Paulinin për këngëtarin, për kompozimin, për gjithë përmbajtjen e saj dhe interpretimin e këngës. Vërtet një prurje mrekullueshme, diçka shumë e bukur. Falenderimi veçantë të mbetet ju që na bëhet pjesë të medias tuaj sonte në këtë intervistë, në këtë komunikim live dhe kaq hapësirë në kohë dhe në hapësirë këtij hipotimi që kemi promovuar fal autorit kryesor të tekstit Mark John Zefi. E përshëndesim në pjesë të librit, qoftë në intervistën e madhe, qoftë në opinionin për babain tim, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për mundin dhe kohën. Për që mështit të vitër, zotik edhe Zotjosha Prenda. Përshëndesim Mark John Zefin, edhe pse nuk ishte e fortë
për të shkruar libra të tjerë. 8 i duhen brezave. Prenda ne po shkojmë me këngën, apo... Për pasi të kanë dhe ja kërkojmë Zotit Gjën, çfarë mesazhi ke për opinionin publik? Në çplan. Mesazhi që do përcjellësh sonte, në gjithë shka që ti paramendon. Okej. Promovimi i këtij libri. Ky komunikim mediatik, kështu e quajmë, se media e Faleminderit. dhe propaganduese e vlerave më të mira njerëzore, e veprave të mira dhe tematika që keni zgjedhur për t'i dhënë këtë lloj hapësire familjes, integritetit saj, si përthama kryesore një shoqërie dhe një kombi, mesazhi im është për gjithë brezat: duajini, respektoni, kontribuoni për mirëqenien e prindërve në unitet, në vllazëri, në harmoni me gjithë njerëzit të gjakullit dhe jo vetëm familjeve, por gjithë shoqërisë tonë. Faleminderit për Gjithë ata që krijojnë hapësira për të bërë një publicistik të tillë në komunikim të drejtë për drejtë në hapësirat e teknologjisë ajo që na ka kriju koha. Faleminderit shumë nga ju. Shumë respekt, shumë shëndet, shumë suksese. Shumë faleminderit. Po kthehemi tek disa mesazhe që i kemi, nëse mundesh, ose i kam unë disa këtu përpara. Do të mund të i gjeni ju mesazhet që të mos të ngelim edhe dëgjuesve dhe atyre që na kanë shkruar, na kanë përshëndetur. Falenderojmë Lesh Pashka Gjelaj, urime e suksese në misionin tuaj, familja Gjoni, respekt. Respekt edhe për ju. Taze Ndoka, suksese Gjoni, je i mrekullueshëm edhe ti zonja Taze. Donik Andres, respekt. Simon Florini, respekt. Zimzefi, bravo Gjoni. Ju përshëndes, me falenderojmë që jeni me ne. Faleminderit Zoti Gzemi, Andrieta Gjini, Petret Gjoni, Shpresa Zornaci, Flora Gjoni Sërkeska, Miranda Troci Derti, Fatmira Limani, Prek Shkoza, Alfred Gjoni, Sali Laksi, Gzim Zefi, Taze Ndoka, Mark Zefi, Lesh Pashka Gjelaj, Reani Përgjeqaj, Martin Quni, Simon Florini, Roza Gjoka Makeshi. Ju falenderojmë të dashur miq që jeni gjithmonë me ne. Të lexoj edhe disa mesazhe zënë Brenda. Po, patjetër. Taze Noka, të lum goja vlla jon, jemi krenar me ty. Pra, përsëri Taze Noka, u falenderoj nga zemra drejtuesit e emisionit, jeni të mrekullueshëm, e falenderojmë dhe ne për mesazhin që na përcjell neve si staf. Bora Shkoza Seidia, me të vërtet kjo është çështja mbi tort, qoftë jetë gjatë, plot shëndet, sa më gjatë në mesin tuaj nën mbretëresh. Dhe Gzim Zefi, bravo Gjoni, jeni familje shembullore. Ndërsa për pëlqime kemi disa pëlqime që të provoj për... Bianca Dusha, mirëmbrëma juaj, ju drejtues emisionit, si dhe ju të ftuar, uroj sukses e respekt. Faleminderit Bianca, të përshëndesim mike poete. Një tjetër poete, Alma Gjelaj Shkoza, përshëndetje ju drejtues emisionit, zonja Brenda Sjedia, Zoti Gzemagjeraj, urime për emisionin, sukses të ftuarit dhe autor gjithashtu, urime dhe bekime për gjithë stafin drejtues të palodhur sibilave të veriut, respekt e mirënjohje. E dashur Alma, faleminderit që jeni gjithmonë me ne. Jeni të mrekullueshëm, vazhdoni të ndiqni se surpriza tjera të kemi. Patjetër që ju kemi shumë në konsiderat. Miranda Troci-Derti, mirëmbrëma Radio Sibilat e Veriut, ju uroj suksese pafund, gjithashtu dhe për ty mike poete, shëndet e mbarësi e çdo të mirë. Ju përshëndesim shumë fort. Kam edhe disa emra Brenda këtu. Derdhu në Vargje, Alma Gjelaj Shkoza, Sibilat e Veriut, Bianca Dusha, Tori Shkoza, Bore Seidia Shkoza, Miranda Troci-Derti, Andrieta Gjini, Ylki Shala, Gzimagjeraj, Donika Andreca dhe Roza Gjoka Makesh Dedaj.
Janë këta Falenderoj që na kanë bërë përgjithësisht pëlqim. që kanë qenë pjesë e këtij emisioni, janë bashkangjitur në këtë dëgjes, pasi kur e lexoj me emrat e tyre, lexoj mesazhet që na japin frymëzim, na japin forcë për të vazhduar përpara. Ndoshta mund të ngelimi me borxh shumë shikuesve dhe dëgjuesve tanë, sepse tani më programi është i shpërndar tek metafora, në faqen time, në faqen tuaj, tek Sibilat e Veriut dhe të gjitha faqet është e pamundur që tani për tani të mbledhen të gjitha për të mund t'i përcjell të gjithë mesazhet ose t'i lexuar të gjithë ata që na kanë ndjekur. Por ne sidoqoftë ne falenderojmë të përgjithshëm që u bënë. Mendoni të rrezikojmë me këngën nëse YouTube nuk na prish programin? Tani përpara se ju t'jep një këngën, unë po ju përshëndes. Faleminderit. Ju urojmë një natë të qetë e një ditë të bukur nesër. Shihemi së shpejti. Zoti gjën. Shumë faleminderit. Knaqësinë që na ke përmes këtyre tregimeve kaq të bukura e kaq të ndjera. Sidomos për ata persona të cilat kanë përquar vlera njerëzore, janë mishëruar në trupat tuaj, por edhe tanët. Ndjes paqe ata që ju mungojnë fizikisht, e ju shëndet për t'i kujtuar. Faleminderit për gëzime u takofshim. Gjithë mirë. Gjithmonë për të mirë. Të shkoj me këngën apo si thoni brenda? Po, vazhdojmë me këngën. Hey, mami.